Muaji i Ramazanit vjen për më na kujtu kush jena kur gjithçka hesht dhe vetëm zemra flet. Është muaji ku etja të mëson vlerën e një pikë uji, kuria të mëson vlerën e një kashate dhe heshtja të mëson peshën e fjalës. Ramazani nuk është se të ndryshon për 30 ditë. Ai të mëson se si ti jesh për 365 ditë. Agjerimi nuk është dobësi e trupit, është forcë e shpirtit. Zoti nuk është se shikon se sa heq dorë nga ushqimi, por se sa me përkushtim dhe besim në Zotin e bani këtë. Uroj që ky muaj të jetë muaj ku ne falim më shumë se sa gjykojmë, ku përqafojmë më shumë se sa largohena, ku besojmë më shumë se sa friksohemi. Sepse në fund nuk është çështja sa ditë agjerove, por se sa zemra preke dhe se sa dritë ke nez brenda vetes. Uroj që ky Ramazan t'ju gjejë me zemër të pastër, me familje pranë dhe me shpresë të madhe. Muaji i Ramazanit vjen për më na kujtu kush jena kur gjithçka hesht dhe vetëm zemra flet. Është muaji ku etja të mëson vlerën e një pikë uji, kuria të mëson vlerën e një kashate dhe heshtja të mëson peshën e fjalës. Ramazani nuk është se të ndryshon për 30 ditë. Ai të mëson se si ti jesh për 365 ditë. Agjerimi nuk është dobësi e trupit, është forcë e shpirtit. Zoti nuk është se shikon se sa heq dorë nga ushqimi, por se sa me përkushtim dhe besim në Zotin e bani këtë. Uroj që ky muaj të jetë muaj ku ne falim më shumë se sa gjykojmë, ku përqafojmë më shumë se sa largohena, ku besojmë më shumë se sa friksohemi. Sepse në fund nuk është çështja sa ditë agjerove, por se sa zemra preke dhe se sa dritë ke nez brenda vetes. Uroj që ky Ramazan t'ju gjejë me zemër të pastër, me familje pranë dhe me shpresë të madhe. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.